Vendosni qep pranë shtratit tuaj një natë dhe zbuloni çfarë do të ndodhë. Njerëzit në mesjet mendonin se qepët ishin shumë të rëndësishme. Në atë kohë ato mund të përdoreshin për të paguar qiranë e të tjera. Mos llogarisni që zyra juaj e qiras të pranojë qep si pagesë në ditët e sotme. Ekziston një truk i vjetër që nga vitet 1500, se prerja e një qepe në katërsh dhe vendosja e saj pranë shtratit do të ndihmojë në lehtësimin e kollës. Madje thuhet se mund të parandalojë të ftohtin dhe gripin. Ideja vjen edhe nga vetit antibakteriale të qepës që supozohet se thithin ajrin e ndotur. Edhe gjyshet tona e përdorin atë në mënyra të ndryshme. Prisni një qep në feta, e vendosni në fund të secilës këmbë dhe vishni çorapet tuaja për të mbajtur gjithashtu edhe një temperaturë të trupit konstante dhe për të ulur temperaturën e lartë në shëndet. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj.